është një fjalë e bukur që është transmetuar prej gjeneratat arta që kanë thënë më e mirë është një zemër e pastër në rroba të pista sesa një zemër e pistë në rroba të pastërta. Këtë gjë me vërtet shumë njerëz nuk po e kanë parasysh. Po i vlerësojnë njerëz në bazë të pamjes të jashtme. Kurse kur ta shikojsh, zemrat e tyre i kanë të ndyta, kanë të mbushta me urrëtie, me zini, me armiqësi, me mendim të keq, edhe nëse në pamje të jashtme duken të pastër. Çfarë vlere ka ajo pastërti e rrobave? Çfarë vlere ka ajo pastërti e shtëpisë nëse zemra është e prishur? Nëse zemra ushqehet vetëm me mendime të këqija, vetëm me mendime negative, çfarë vlere ka? Në anën tjetër, gjejmë persona të cilët ndoshta nuk janë ku e di sa të kujdesshëm në pastërtinë e rrobave, mirë po zemrat i kanë shumë të pastërta. Janë të kujdesshëm, mendimet i kanë të mira, sjelljet i kanë pozitive. Andaj shumë më e rëndësishme është pastërtia e zemrës sesa pastërtia e rrobës. Që të mos keq kuptohemi, më e mira për gjithëve është që ti kemi që të dyat. Dhe kështu ka qenë profeti alayhis salatu wassalam. Ka qenë i pastër në shpirt, pastër në zemër, por edhe në trup dhe në rroba. Kjo është më e mira, por se qëllimi i këtij fjalimi është që më shumë t'i kushtojmë rëndësi pastërtisë së brendshme sesa pastërtisë së jashtme.